Kërkesat e shtetasve shqiptar për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian kanë shënuar tendencë rritëse në fundin e vitit të kaluar, pasi kishin qenë në rënje gjatë periudhës së verës. Sipas standardeve publikuar nga Instat, në tetor 2025 u regjistruan gjithsej 505 kërkesa për azil, që është niveli më i lartë që nga muaji janar. Në gusht numri i kërkesave kishte rënë në 315, pavarësisht të rritjes së tetorit për 10 muajin e 2025. Aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare kanë qenë në rënje. Për periudhën janar-tetor ishin gjithsej 4345 persona që kërkuan azil, me një rënje për 21.5% në krahasim me një periudhë të një viti më parë. Në raport në vitin 2022, kur u shënua një kulmiri e migracioni pas pandemisë me 11.000 aplikime për 10 mujorin, tashmë ato mëse janë përgjysmuar. Franca vjen të mbetet vendi më i preferuar për të kërkuar azil për shkak të politikave sociale e ndjekur nga Gjermania, ndërsa kërkesat për azil për 10 mujorin janë në rënje. Të dhënat e tjetër Eurostat bën të ditur se forma më e preferuar për tikur janë lejet e punës. Eurostat raportoi se vetëm në 2022-2024 janë dhënë mesatarisht 20.000 leje pune në vit, kryesisht në Itali, Greqi dhe Gjermani, nga rreth 3-4.000 që jepeshin në një dekadë më parë. Që nga viti 2021, Bashkimi Evropian ka dhënë rreth 72.000 leje qendrimi për herë të parë për arsye punësimi për shtetasë shqiptar. Numri atyre që po ikin me leje punë është tashmë nga 2 herë më lart se ata që kërkojnë të largohen përmes azilit. Të tjetër Eurostat bën të ditur se në vitin 2022 kishte 15.000 kërkesa për azil nga shtetasë shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Në 2023 numri i tyre zbritën në 11.000 dhe në 2024 ishte 9.300. Në tetor 2025 62.000 aplikantë për herë të parë për azil shtetasë të BE-s aplikuan për mbrojtje ndërkombëtare në vendet e Bashkimit Evropian, duke shënuar një rënje për 20% krahasuar me tetorin 2024 dhe një rritje me 6% krahasuar me shtatorin 2025.